Kjo video është për gjithë ata që duan të dobësohen ndihmër, por e kanë të vështirë. Kështu që unë do të sjell sot në vendin ku stërviten kampionat. Ja dhe profesor Goni. Profesori jon, këtu ne kam mësuar të gjithë filet e ciklizmit, si të bëjmë më të fortë, si të stërvitemi dhe ku na mbaron motivimi. Profesor, sa vjeç je profesor? 74 vjeç, di çfarë bëj çuna vetrim, zbor. Ky është vendi ku stërviten ciklistat më të mirë në Shqipëri. Është një moment shumë delikat sepse po bëjnë stërvitje shumë të fuqishme dhe kanë ca analiza shumë të rëndësishme për të kryer. Kështu që rini deri në fund videos për të kuptuar se çfarë ndodh. Po e bëj këtë video sot për të treguar që këtu po bëhet një analizë, quhet matja e laktatit live. Do ju prezantoj me profesorin e kombëtares. Profesor, çfarë po ndodh tani në studion tuaj? Marrim shënim laktatin gjatë sportistëve. Po bëjmë një shkallë rritje me 4 minuta të ngarkesës. Në çdo minutë monitorojmë situatën e laktatit gjatë. Po dëgjuat më? S'ka shaka këtu. Është me shkencë, jo vetëm ha bukë dhe bëj stërvitje. Kështu që ju presim te shtëpia e ciklistave. Nëse doni të rini dobët, keni zemrën e fortë, tensionin mirë. Profesor, këshilla fundit para se të vinë njerëzit? Më shumë stërvitje, më pak pica.